Faleminderit shumë që keni gjetur kohë të vini sot, nderuar zëvendës ministër, përfaqësues të institucioneve. Unë jam surprizuar pozitivisht nga bashkëpunimi i të gjithë institucioneve në këtë projekt. Mendoja se do ishte proces i vështirë, po ishte mrekullisht i lehtë dhe ka rrjedhur jashtëzakonisht mirë dhe kam të nga opinionet e gjithë anëtarëve të Bankës së Shqipërisë që kanë qenë pjesë e grupit, kështu që dëshiroj të falenderoj fillimisht përpara se të fillojnë punimet për këtë workshop. Banka e Shqipërisë në fakt që është në vitin 2023 vendosi që të përfshihej aktivisht në këtë agjendë të madhe botërore, e cila synon të drejtojë ekonominë drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe ne na takonte pjesa e tranzitimit të gjelbër të sektorit financiar. Natyrisht kishim pasur disa pjesëmarrje të pa organizuara, sporadike në agjendat të kësaj natyre, po asnjë gjë të mirë organizuar. Kështu që 2023 filloi angazhimin institucional serioz dhe të formalizuar në këtë aspekt. Hartuam një strategji 3 vjeçare, e cila kishte disa synime, mund të themi fillestare, pa shumë pretendime, por gjithsesi shtroi rrugën për hapin e radhës që do të vinte pas plotësimit të kësaj strategjie. Çfarë synuam ne konkretisht me këtë strategji? Së pari synuam të njihnim situatën, çfarë informacioni, çfarë të dhënash ekzistojnë dhe që ne mund t'i grumbullojmë dhe që mund të na ndihmojnë ne për të vlerësuar kush mund të jetë influenca e ndryshimeve klimaterike në ekonominë shqiptare dhe pastaj si kjo influencë mund të transportohej dhe të përkthej në një rrezik për sistemin financiar. Natyrisht që të bëjë një vlerësim të kësaj natyre duheshin të dhëna cilësore të krahasueshme dhe granulare, të cilat ne evidentuam që nuk i kishim. Pa kjo ishte detyra numër 1 që i vendosëm vetes. Duhet të fillojmë punën, të drejtojmë një proces që të krijojmë të bazë të domosdoshme të dhënash. Natyrisht kishim shembuj të vendeve të tjera dhe të institucioneve ndërkombëtare, të cilat kishin dizenjuar tashmë atë që e quanin arkitektura e të dhënave të klimës, e cila kishte 3 bloqe. Bloku i parë ishte krijimi i kësaj databazës, bloku i dytë ishin standardet e transparencës, sepse kompaninë mund të kishin nivelet të caktuara të emetimit të gazit, mund të kishin edhe planet të caktuara për përmirësimin e këtyre niveleve, por asgjë nuk ishte publikuar. Kështu që standardizimi i transparencës ishte një kolonë e dytë e kësaj arkitekture dhe që mungonte në ambientin e ekonomisë shqiptare. Dhe së treti ishte një mungesë jashtëzakonisht e rëndësishme në vlerësimin ton, po mendoj edhe në vlerësimin tuaj sot, mungesa e një taksonomie të gjelbër. Natyrisht nuk e kishim në fillimet e punës për këtë strategji ambicjet tonën që të drejtonin procesin e hartimit të një strategjie. Dhe mua më duhet të falenderoj në këtë pikë jashtëzakonisht Bankën Evropiane të Investimeve, e cila na i sugjeroi këtë projekt dhe na sugjeroi gjithashtu që ne mund të merrim leadershipin sepse kishte eksperjenca të ngjashme, se në pamje të parë duket që nuk i takon Bankës së Shqipërisë të organizoj punën për hartim në një taksonomie të gjelbër. Ne fillimisht patëm disa hezitime, por mbas disa diskutimeve, konsultimeve dhe mbasi u siguruam se Banka Evropiane e Investimeve do të ishte me ne, si thuash, një mentor gjatë gjithë procesit, sigurisht që nuk ishte pse të kishim më hezitim, sepse suksesi do të ishte i sigurt. Edhe nëse nuk do të mundim ne, kishim partnerët e dur për të ndihmuar. Pse është e rëndësishme kjo taksonomi? Për ekonominë, po sigurisht për sektorin financiar, të cilin ne e kemi prioritet të punës sonë. Korporatat kudo në botë, po edhe në Shqipëri, aq sa janë, dhe të atyre përmasave që janë, e kanë qëndrueshmërinë e aktivitetit në afat i gjatë, e kanë prioritet, e kanë aspirat. Dhe që kjo aspirat të sigurohet që është duke u përmbushur, apo që përpjekjet investuese të tyre të jenë të sigurta që janë duke i çuar drejt përmbushjes së kësaj aspirate, natyrisht që ata duhet të kenë, me çfarë të konsultohen, duhet të kenë një etalon matës.
Dhe pikërisht ne përmes hartimit ose përpjekjeve, se jemi ende në përpjekje tani, të paktën në sesionin e parë, përmes përpjekjeve të hartimit të një taksonomie ju vëmë në dispozicion këtyre kompanive këtë etalon, me cilën ato mund të matin më së pari ku qëndrojnë në krahasim me kërkesat e tranzicionit të gjelbër, në mënyrë që aktiviteti tyre të ketë një jetë të gjatë dhe të mos i duhet që të transferohet në një natyrë tjetër, një model tjetër, një afat të shkurtër, dhe së dyti, nëse kam plane të ardhme investimi për të përmirësuar afërsinë e tyre në drejtim të këtij zhvillimi të qëndrueshëm, ato duhet të dinë përsëri me këtë matin distancën. Kështu që një taksonomi i zgjidh këto dilema. Një taksonomi natyrisht do të ketë natyrën kombëtare, sepse prandaj çdo vend ka taksonominë e vet më së shumti dhe nuk ka një taksonomi universale për çdo vend, sepse çdo vend ka natyrën e vet, ka objektivat e veta për reduktimin e gazrave serë dhe ka objektivat e veta për të arritur diku deri në vitin 2030 apo deri në vitin 2050, sikurse është agenda globale për zero net emision. Kështu që duhet kishte karakter kombëtar, por natyrisht duke u bazuar në disa standarde ndërkombëtare. Dhe kjo ka qenë edhe mënyra se si është organizuar puna në këtë grup pune. Çdo antar i këtij grupit punës, unë pa e njohur me emër, po jam e sigurt që meriton falënderime personale, po sidomos institucionale, sepse gjatë punës së kësaj taksonomie, drafti i cili do ta prezantojmë sot, është arritur dhe një objektiv tjetër dhe është plotësuar një mungesë tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme, që ishte gjatë punës së kësaj taksonomie është krijuar një hub në të cilin janë grumbulluar kontribute jashtëzakonisht të rëndësishme teknike dhe legjislative të çdo institucioni, të aktorëve privat dhe të gjithë grupeve tjera të interesi. Pra të gjithë këta aktorë kanë sjellë një inventar jashtëzakonisht të çmuar të kontributeve, të informacionit teknik dhe legjislativ të institucioneve apo aktorëve të cilët ata kanë prezantuar në këtë grup pune. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse kjo mbulon atë që thash pjesën e parë të arkitekturës, si është mungesa e të dhënave, dhe ne po e krijojmë pra këtë bazë të dhënash, e cila do të vi duke u plotësuar, sepse dhe taksonomia vetë ka natyrë dinamike. Ajo sot do të ketë një draft, sot do të ketë një formë, por me zhvillimin e aspiratave të Shqipërisë drejt agjendës së gjelbër, dhe kjo taksonomi do të përshtatet dhe do të marrë një traj tjetër më të avancuar, gjithnjë drejt objektivave ndërkombëtar. Duke bërë këtë punë, ne në fakt plotësojmë edhe disa detyrime të tjera, që do ta kishim të vështirë për ndryshe pa ndihmën e Bankës Evropiane të Investimeve, dhe këtu jam shumë e sinqertë për ta plotësuar, që janë disa detyrime që kemi në kuadrin e kapitujve të negociatave, kryesisht kapitullit 9, që jemi ne si mbikëqyrës financiar që e drejtojmë më së shumti, dhe aty kemi disa objektiva konkret, ndër të cilët është edhe Shqipëria duhet të ketë një taksonomi të gjelbër, e cila do të ndihmojë investitorët ku t'i kanalizojnë investimet e tyre, do të përbëjë një librari informacioni edhe për investitorët e huaj, të cilët kur të duan të investojnë në Shqipëri, janë të interesuar të dinë kush është legjislacioni i gjelbër i Shqipërisë, që ata duhet ta njohin paraprakisht, sepse një legjislacion i tillë përbën detyrim për investitorët, dhe së dyti, ky projekt për të cilin ata janë duke aplikuar, ai mundëson jetën e gjatë, sepse është brenda kërkesave të klasifikimit të taksonomisë, apo duhet të rishikuar që të ketë një model tjetër të investimit. Po ky informacion është i rëndësishëm, sidomos kur investimet janë të rëndësishme. Dhe ne po e mundsojmë edhe këtë përmes këtij produkti që do nxjerrim sot. Unë nuk dua të zgjatem më, që t'ja lëkon asaj që do të jetë aktiviteti produktiv i kësaj seance të parë, po dua thjesht të them kush është qëllimi që ne dëshironim që në këtë pjesë të parë të workshopit të kishim përfaqësuesit e nivelit të lartë të institucioneve. Sepse ne sot jemi duke hartuar një draft i cili do të kthehet në një vendim dhe do të ketë disa obligime ligjore, regulative në të ardhmen. Kështu që të gjithë institucionet duhet të japin opinionin dhe vlerësimin e tyre që ky është një draft të cilin ekonomia shqiptare në këtë stadë është mund të absorbojë, pa e dëmtuar,
pa nxjerr asetet e ekonomisë jashtë inventarit para kohe. Kështu që na duhet opinioni i përfaqësuesve dhe sugjerimet dhe ndoshta kritikat dhe ndoshta propozimet për ndryshime në mënyrë që të gjitha këto diskutime, të gjitha këto sugjerime apo propozime të rishikohen dhe të inkorporohen në draftin final, i cili do të shoqërohet nga një hap i dytë. Hapi i dytë do të jetë hartimi dhe firmosja ndërinstitucionale e një memorandumi bashkëpunimi, i cili do të përbëj bazën për detyrimet regulative që do të prodhoj hartimi këtij dokumenti. Prandaj jeni sot në nivelin më të lartë të institucioneve, sepse sot jemi duke marrë një vendim i cili do të impostojë disa përgjegjësi për të gjithë aktorët që marrin pjesë në ekonominë shqiptare, përfshirë sektorin financiar, dhe prandaj edhe mbikëqyrësi dhe nivelit të lartë sot.